E sa më pëlqen kjo punë. As nuk e diskutojme. Puna me brek është dhurat nga Zoti. Ç'ne je ajtur ande poshtë? Vesha 2 palë brek me mbushje. Pse 2 pala po të zë barku vend e pa vend? Që të bëjmë hyb Gjigji. E se po nuk u bere hyb Gjigji nuk na kalon makarona poshtë. Sa shumë më pëlqen, o zot. Mua do më pëlqen më shumë të kishe vesh 3 palë brekse. Tash ftof dhe koha, kap me një pledhit putajore. Edhe bizga vëlle. O, se nga ka djetë me moze. Pa e, që në thona një gjithëre? Po mund të vishe me të gjvishe? O, ty bravo të qoftë. Nise nga kjo e fundit. Moj të bukra këto pantalonat. Pa provoj pak. Këto janë gjinse bagy. Bagë. Më duke se bagy e kanë emrin. Për ju që s'dini anglisht, bagë do të thotë begi. Moj, po qenë ashtu të gjera ato si kur t'ja veshim lavatriqes. Prap të më dhamërin mua të shkretës. Po s'duan t'i palë brek të bagët me. Këto duan dhe një noçk elefanti për para që të rritë fiks. Hop, këto dorim për pjetë. E, si del porta vaj ashtu. Të përkëdhelin trupin. Ndërsa në kohën e lirë t'i bën flokët gërshep. Të mbajnë but. E, me mira t'i poshtë, e. Dutë, e. Pa do t'i dhe ty, moj korbe.